bëhu jashtëzakonisht i pasur, mos u panikoni. Mirë se vini në këtë udhëtim të fuqishëm drejt bollëkut dhe pasurisë së pakufishme. Merrni një pozicion të rehatshëm. Frymoni thellë dhe lëreni çdo tension të largohen nga trupi juaj. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë. Pika 1. Mesazhi i sigurisë. Mos u panikoni. Mos u friksoni. Ju jeni të sigurt. Ju jeni pikërisht në vendin e duhur, në kohën e duhur për të bërë hapin më të madh të jetës suaj drejt pasurisë së jashtëzakonshme. Edhe nëse bota përreth duket e pasigurt, edhe nëse lajmet flasin për kriza, edhe nëse mendja juaj her pas here ju thotë se është e pamundur, ju jeni gati. Ju jeni gati të bëheni jashtëzakonisht i pasur. Ju jeni gati të jetoni në bollëk të plotë. Ju jeni gati të tërhiqni pasuri që nuk e keni imagjinuar kur më parë. Ky moment është fillimi i një kapitulli të ri. Një kapitull ku parat rrjedhin drejt jush lehtësisht, natyrshëm dhe pa mundim. Besoni. Ju jeni të mbrojtur. Ju jeni të udhëhequr. Ju jeni të bekuar. Pika 2. Paraja si energji. Tani le të kuptojmë diçka thelbësore. Paraja nuk është thjesht letër apo numra në një ekran. Paraja është energji. Paraja është një vibrim. Paraja është një forcë e gjallë që rrjedh nëpër univers. Ashtu si ajri që thithni, ashtu si drita që ju rrethon, paraja është kudo rreth jush. Vetëm duhet të mësoni të rreshtoheni me frekuencën e saj. Kur keni frikë nga paraja, kur mendoni se është e vështirë, kur besoni se nuk e meritoni, ju largoni këtë energji. Por kur e mirëprisni me gëzim, kur ndiheni të denjë, kur ndjeni mirënjohje për çdo qindarkë që keni, ju e tërhiqni atë si një magnet i fuqishëm. Sot ne do ta ndryshojmë këtë vibrim. Ne do ta çlirojmë veten nga çdo frikë, nga çdo kufizim, nga çdo besim i vjetër që na ka mbajtur larg bollëkut. Paraja është miqësore. Paraja është e bollshme. Paraja dëshiron të vijë tek ju. Dhe sot ju po hapni dyert e zemrës dhe të mendjes suaj për ta mirëpritur atë me dashuri të madhe. Pika 3. Fuqia e fjalës shtim. Tani le të fokusohemi te një fjalë magjike. Një fjalë që do ta përsërisim bashkë me mendje dhe zemër. Fjala është shtim. 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 Shtim, çdo herë që e thoni këtë fjalë, ju po i jepni urdhër universit të rrisë bollëkun në jetën tuaj. Shtim në të ardhura. Shtim në mundësi. Shtim në pasuri. Shtim në gëzim. Shtim në paqe. Shtim në dashuri. Imagjinoni që çdo qelisë e trupit tuaj po dridhet me këtë fjalë. Shtim. Kjo fjalë nuk është vetëm për ju. Ajo është edhe për familjen tuaj, për njerëzit që doni, për miqtë tuaj. Kur ju rriteni, rriten edhe ata. Kur ju prosperoni, prosperojnë edhe ata që ju rrethojnë. Le të themi tani bashkë, ngadalë dhe me fuqi, shtim. Shtim në bollëkun tim. Shtim në pasurinë time. Shtim në suksesin tim. Shtim në lumturinë time. Dhe kjo shtim vazhdon të rritet çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. Pika 4. Meditimi dhe vizualizimi. Tani mbyllni sytë dhe merrni një frymëmarrje të thellë. Imagjinoni një dritë të artë të bukur që fillon të shkëlqejë mbi kokën tuaj. Kjo dritë është e ngrohtë, e butë, e plotë me energji pozitive. Lëreni këtë dritë të artë të rrjedhë ngadalë poshtë, duke ju rrethuar të gjithë trupin. Ajo ju mbështjell si një mantel i butë prej ari të pastër. Kjo dritë e artë është energjia e bollëkut. Ajo është pasuria në formën më të pastër. Ndërsa ju rrethon, ajo fillon të depërtoj brenda jush. Ajo hyn në mendjen tuaj dhe fshin çdo dyshim. Ajo hyn në zemrën tuaj dhe shpërndan çdo frikë. Ajo hyn në ndërgjegjen tuaj dhe çliron çdo kufizim të vjetër. Ju ndiheni të lehtë. Ju ndiheni të lirë. Ju ndiheni të denjë për pasuri të pafundme.
Lëreni këtë dritë të artë të qëndrojë rreth jush. Ajo ju mbron. Ajo ju ushqen. Ajo ju mbush me besim dhe qetësi të thellë. Pika 5. Afirmimet pozitive. Tani është koha për të deklaruar të vërtetën tuaj të re. Përsëritini këto fjalë me zë të qartë, me bindje të plotë, sikur ato të jenë tashmë realiteti juaj. Unë jam i pasur. Unë jam shumë i pasur. Pasuria rrjedh drejt meje lehtësisht dhe pa mundim. Unë jam një magnet i fuqishëm për para dhe mundësi të reja. Parat vijnë tek unë nga burime të papritura dhe të shumta. Unë jam i lirë financiarisht. Unë jetoj në bollëk të plotë. Çdo ditë, pasuria ime rritet. Çdo ditë, unë bëhem më i pasur se dje. Unë meritoj pasuri të madhe. Unë jam i denjë për prosperitet të pafund. Zemra ime është e hapur për të marrë bollëk. Mendja ime është e programuar për sukses financiar. Unë jam mirënjohës për të gjitha paratë që kam tani. Unë jam mirënjohës për të gjitha paratë që po vinë tek unë. Unë jam i pasur në çdo aspekt të jetës sime. Unë jetoj një jetë të begatë, të lumtur dhe të bollshme. Përsëriteni çdo afirmim 3-4 herë me pauza të gjata, duke e lënë energjinë të depërtojë thellë. Pika 6. Transformimi i realitetit. Dhe tani, ndjeni këtë të vërtet të re në çdo qelisë të trupit tuaj. Që nga ky moment, realiteti juaj ka ndryshuar përgjithmonë. Pasuria nuk është më diçka e largët ose e vështirë. Pasuria është po aq natyrale për ju sa ajri që thithni. Ju nuk duhet të luftoni më përpara. Ju thjesht i lejoni ato të vinë. Ju nuk keni më nevojë të shqetësoheni për të ardhmen financiare. Ju e dini që universi po punon për ju. Ju jeni të pasur tashmë në mendje. Dhe së shpejti, kjo pasuri do të shfaqet edhe në botën fizike. Çdo hap që bëni, çdo vendim që merrni, çdo mendim që mendoni ju çon më afër një jete të mbushur me bollëk të pafund. Ju jeni të transformuar. Ju jeni të rinovuar. Ju jeni një version i ri, i pasur, i lirë dhe i lumtur i vetes suaj. Merrni një frymëmarrje të thellë dhe hapni syt kur të jeni gati. Falenderoni veten që zgjodhet këtë udhëtim. Falenderoni universin që po ju dërgon bollëk të madh. Kthehuni në këtë video sa herë të dëshironi. Çdo herë që e dëgjoni, fuqia e këtyre fjalëve do të bëhet më e fortë brenda jush. Ju jeni të pasur. Ju jeni të bollshëm. Ju jeni të lirë. Mirë se vini në jetën tuaj të re të pasurisë.